dhe për qark në liri kam përhap plotësisht ungjillin e Krishtit. Këto janë vargjet të skalituna në letën e Romakëve, të cilat na tregojnë origjinin apostolike të kishës në vendin tonë. Nga pikpamja gjeografike, por dhe historike, populli jon ishte me fat sepse krishterimin e mori prej breznisë apostolike. Durrësi, kjo katedër shumë e lashtë dhe e vjetër e kishës tonë lokale, pati nderin e privilegjin shërbehej prej martirëve që sot janë shajtën, po dhe prej figurave të larta të kishës në vendin tonë. Nga Cezari të Shënasti. Historia e kishës e kësaj katedre është një histori martirizimit, lavdijet, por edhe mishrimi asaj që ishte historia e kishës në vendin tonë. Katolik të Shqipënisë, e martë krishterët, e pranun ungjillin pa dhunë, me përqafim dhe me pranim. Edhe sot e kësaj dite, çdo ditë që kalon kjo katedër mbetet e rëndësishme për marrë vendin tonë, sepse pikërisht aty është e përqendruar pothuajse pjesa më e madhe e kishës dhe e katolikëve në vendin tonë. Sonte, për katedrën e Durrësit dhe Tiranës dhe jo vetëm, kemi kënaqësinë të kemi shkëlqësinë e tij Imzot Arjan Dodaj. Imzot Arjani, faleminderit për praninë tënde dhe jemi shumë të gëzuar të privilegjuar që të kemi në mesin tonë. Privilegji dhe emocioni është tërësisht i imi, edhe para gjithashtu përgëzoj për këtë nismë kaq të bukur të podcastit që në mënyrë transversale tashmë në një botë tërësisht digitalizuar i arrin të gjithë, nuk ka më dallim moshash, edhe kështu që të përgëzoj. Jemi në fillimin e muajit tetorit, Imzot Arjani, dhe në kish tradita na mëson se ky është një prej atyre 2 muajve që në mënyrë të veçantë i kushtohet për shpirtënisë së Zojës bekume. Kushdo që viziton katedralen e Shën Palit, vjen re aty një shtatore, një statuj jashtëzakonisht bukur që në mendimin tim personifikon gjithçka të historisë tonë, por edhe të kishës në vendin tonë. Do të kisha dashur të na tregonit lidhjen tuaj personale me Marinë dhe pse Zoja është ky element që edhe vetë si bari i keni dashur nëpërmjet katedrales t'ia prezantoni marr popullit të Zotit. Falenderoj, është një pyetje shumë e goditur, Don Mark. Realisht, në fakt, ne nuk kemi të ruajtur, pavarësisht persekutimit, atë pasuri shpirtërore, kulturore, tradite, që në vërtet është mbajtur pavarësisht kohës së errët që ka përjetuar populli i katolikëve të zonës Shkodrës, e krejt këtyre zonave, fatkeqësisht në Tiranë këto gjëra nuk janë. Por dashuria dhe provania hyjnore pas kanë dashur që pikërisht në Tiranë të ruante në magazinat bodrume, do të thoja, të Muzeut Kombëtar, një statujë e Zojës që në kohën e komunizmit ka qenë e varrosur nën tokë për gati 30 vjet nga një familje që gjatë momentit në cilën po ushemshin kishat, këta aq devotshëm ndaj Zojës kanë menuar mirë, kanë thënë të paktën mos na prekin Zojën. Dhe e kanë marrë kjo familje, e kam mbështjell me një plasmas dhe kur pastaj ka ra diktatura e kanë qitë në dritë, por ndërsa doshin me e qu në Itali, disa meshtar misionar, për me restauru, aty në 92-shin është konfisku si bukuri artistike, vepra arti, e kështu përsëri Zoja ka metën e konfiskume për 31 vjet në Bodrum. Një ditë për ditësh vjen një, do thosha, një njeri bollgaxhan mosh, por më thot, unë kam qenë djalëri kur gjyshim ka rujt Zojën dhe ne kena peng në zemër po se shblokum këtë statuj për aty që t'i kthehet dashurisë dhe kultit popullit. E atëherë falë Zotit me disa ndërhyrje ja dolëm, por ka qenë një përvojë shumë ngushëlluese. Ajo statuj në vetveti si vepër, si strukturë nuk paraqet asgjë, por në vërtet mbart historinë e popullit tonë. Dhe kur ne kena marrë këtë statuj, jemi ndjerë kaq të përfshirë nga prania e saj që na ka shoqëruar në historinë e popullit tonë të errët e të shtypur, sikur po dilshim ne në një farë mënyrë nga varri me të.
E atëherë kemi organizuar një vigjilje të madhe lutje ke amfiteatri I Liçenit Artificial Tiranës, që ka qenë një pjesëmarrje jashtëzakonshme. Pastaj në procesion e kemi qenë katedrale dhe jemi ndier të gjithë aq të prekur nga prania e gjallë e kësaj nane, saqë aty ka lind edhe dëshira me e thirr Virgjëra e Ngushëllimit. Shumë prap janë afruar me dashme me restauru zojen. Por kemi thënë ne jetojmë sot në një fazë ku shenjat e përsekutimit, shenjat e shtypjes, shenjat e asgjësimit të devotshmërisë popullore, të kultit, të lirisë fesë, që kanë qenë gjatë fazës tërësisht dominuese të diktaturës komuniste, po zhduken. Dhe unë kam thënë në shpirtin tim, po hoqëm dhe shenjat e dhunës që shënojnë këtë nanë, të rritë brezat e ri, është e vështirë me u dërftu që kena vujt, që kena përjetu. E atëherë të paktën përballë kësaj nane, gjithë dhe në mënyrë gati dhe detyrueshme në ndërgjegjen e tyre bëjnë pyetjen, po çat ka noll me nanë. Edhe në të vërtetë, ndonse ai ka durët e cungume dhe I lumi Jezu Krisht, ka një fytyrë tepër të ëmbël, tepër mikpritëse, e kështu që gjithë ndjen përfshin nga prania e saj e gjallë midis nesh. Të falenderoj monsinjor për këtë retrospektive në raport me truporen e Zojës, në raport edhe me atë që ka noll me popullin ton, por duke ecë paralelisht kam dëshirë të kthehem pak të një retrospektive juja personale. Ju falenderoj se na keni dhënë këtë mundësinë edhe me gërmu pak edhe në atë që është jeta juaj. Një djalë I ri, djalë I vetëm për familje shqiptare, diçka shumë besoj unike, niset për Itali, I mushur me ëndra, por kthehet si meshtar. Niset për një botë materiale dhe kthehet në një botë shpirtërore. Cila ose më saktë, çfarë ju shtyu të braktiseshit në atë planin e Zotit, I cili ju kërkoi ndoshta besojon të braktisnit edhe një farë planit personale të familjes tuaj. Sigurisht kur kemi hikur në emigrim, veçanërisht në të rit e viteve 90, dilshim me të vërtet nga jo thjesht një diktaturë, po nga bunkeret ideologjike që kishin shtypur shpirtin ton. Dhe unë mendoj që fatkeqësisht nga aspekti I mendësisë, nga aspekti I kulturës, nga aspekti fatkeqësisht dhe I ëndrave, akoma këto bunkere e karakterizojnë psikologjinë e popullit dhe historisë tonë. Dhe kështu që kur kemi dalur me një ëndër thjesht materialiste, sepse dinamika e thithur nga kultura, ideologjia, fatkeqësisht marksiste është një dinamik materialiste. Dhe dëshiroj të dalloj dy realitete materializmi. Materializmi ideologjik komunist ishte një materializëm thjesht që nuk pranonte të padukshmën, po në vërtet nuk kishim as gjë materiale, s'kishim si thom na xhamas shpirti. E nëse dikush do kishte një biçikletë kineze, u dukte thuse çka kishte. Prandaj atëherë kemi dalë si do të thosha fatkeqësisht, dhe kjo babzi akoma na karakterizon sot si të babzitur me pas diçka. Dhe unë realisht në emigrimin tim dëshirën më të madhe kisha me të vërtet me mbështet, me ndihmu familjen time. Dhe në të njëjtën kohë ishte edhe një fazë kohë në cilën shumë kjo babzi nxiste drejt një përfitimi të menjëhershëm, siç edhe shohim dhe sot. Dhe jo rrallëherë kemi dëgjuar sa tri kanë vdekur, triu kanë përfunduar jetën e tyre në për burgje, në për konflikte. Edhe një ndër merakët më të thella që kisha në zemrën time që mos me lëndu prindtë mi, sepse duke qenë djali vetëm siç the edhe ti, duke pasur vetëm 2 motra, thosha në zemrën ndër mendjen time me mnon mu diçka, pastaj s'ishte e mundur edhe me lëviz atëherë, sepse ishte pamundur, s'kishte viza. Kush do mbie mrapa? Po këta të shkret, si do munden pastaj dhe me e gjet një zgjidhje. Edhe fal Zotit, kam mujt me një herë që në moshën 16 vjeçare, 17 vjeçare, me u integru me një realitet të rish aty në Cuneo. Dhe në të njëjtën kohë unë në vetdijen time nuk është se kisha një përjetim feje, por duke dëgjuar ata, dal nga dal u zgjoshin si në një jehone brendshme e memorjes, por dhe e shpirtit, uratët e nëndajës time, uratët e gjyshes time, uratët e të afërme e tezës time. U zgjoshin ato përvoja që ndoshta ne pa vetdije përjetoshim kur nimoshim për shembull kur ishim fëmijë që në klasë parë deri në klasë 8, ku është shkolla Gjim Pjetri, ku ka qenë rruga që kalonte me shku në Kamsh tanu.
sa e sa nana zadrimore unë kujtoj, sa e sa grad veriut unë kujtoj me fëmit në krah, me të smun që shoqëronin, edhe që fatkeqësisht i nalshin bashk ku janë varrezat katolike, i nalshin grupet e organizume të ushtrisë të policisë, dhe këto nana s'mundishin me qunë jetët e tyne. Sa herë ne që boshim atëherë ishim në klasë, u qushim klasa sportive, boshim basketbol për shumë vite, dhe ka qenë trajneri ynë, Pjetër Zima, na thote me bon zemin, gajherë deri ke kisha shnanojt, shkoshim si me qenë sorka dhe vrap. Edhe këto gra, sa herë në kanë dhanë mjetet e lutjes, me i vua të ndërgur. Pra çfarë duhet të them? Zoti kishte ndërkohë vepru kur unë ase imagjinoja. Dhe gjitha kjo gjë ishte si e gatitun aty në shpirt e në menje, që kishte nevojë për një shkëndijë nëpërmjet një takimi. Në fund fenomeni i jetës krishtere është një takim. Dhe në këtë takim, me një që kishte përjetu një përvojë kaq dramatike të rinisë e të adoleshencës më shumë, si shumë e shumë të ri, nuk mund të ndodhte përveç se ëmbëlsisë së një nane. E unë them për herë këtë, është ky himni i bukur i Shën Bernardit. Dhe në këtë pjesë Ave Maristela ndodhet një varg ku thot Mostrate esse mater. Me të vërtetë, Maria në jetën time më është dëftuar nën. Një djalë, një vajzë që emigrojnë, gjën më dramatike që përjetojnë është edhe shkputja nga lidhjet e forta të familjes. I veçanërisht një adoleshent si isha unë atëherë, akoma më shumë lidhe me babën, me nanën. Me të vërtet, Zoja e ka përcy jetimllekun tim, duke më bë me përjetu një familiaritet të ri me ta. Frytin e këtij takimit me Zotin, si e priti familja? Ose më saktë, ti thush një familjes, një babë se një nane shqiptare, djali vetëm, imagjinoj, unë për veti jam verior, nuk jam djali vetëm, por imagjinoj domethënë një farm reagimesh kur shpeshherë në për ambientet famuljetare, kur kemi të bajmë me fëmijët vetëm, kur hedhim ndonjë batutë themi le të bëhet me shtarus, u bëft prift, reagimet janë nga më të ndryshmet. Jam shumë kurioz, cili ishte reagimi i familjes tuaj kur mori vesh se djali vetëm që kishte shkuar në Itali për me majt familjen, tash do të bëhej futet për meshtar. Është shumë themelore të kemi parasysh që futet në lojë edhe ndërgjegja personale. Ku ti në takimin me Zotin gjithmonë më shumë dëshiron të kesh një transparencë dhe një sinqeritet në komunikim dhe në shprehi. Sot shpeshherë rrezikojmë të flasim shumë gjëra, po ndërkohë kemi quhen rezerva mendore, pra nga mrapat majmë koncepte, ide ose vendime të tjera. Kështu që një ndër gjërat që gjithmonë më shoqëronte në atë fazë ishte edhe dëshira e sinqeritetit me qenë i hapur me familjen time, me prindërit e mi, ndonë se isha i vërdishëm për gjithë pasojat që mund të përcillte ky fakt, sepse siç e that, ti do të marr djali vetëm, pastaj gjyshim janë 7 vëllezër, pastaj ata kanë shumë fëmijë, djali i parë është pikërisht baba im, ata janë dhe ata 7 vëllezër të tjerë, kështu që në një farë mënyrë e ke parasysh djali i parë, fisi, emri, por nuk e di, në të rit kanë këtë mrekulli në zemrën e tyre, dhe këtë në fakt e nxiste dhe e vlerësonte, në nënvizonte Papa Gjon Pali II, që nuk kanë frikë prej rrezikut. Dhe unë mendoj, të rit tanë edhe në Shqipëri nuk kanë frikë prej rrezikut, por fatkeqësisht kanë udhërrëfyes të gabuar dhe përfundojnë në rreziqe pak dhe mrapa. Kurse të rrezikosh për Zotin, është rreziku më fitimprurës dhe më lumturiprurës që mund të ketë njeri. E kështu që dhe unë kam një farë mënyre pranu këtë rrezik. Dhe logjike, nana si nana, kupto, ndoshta në vetveti nuk ishte dakord, por ajo thotë gjithmonë, është e rëndësishme të jesh e lumtur ti. Baba logjikisht menolte krejt atë aspektin edhe familjes, kurse motrat i kanë pas menjëherë mbështetëse dhe plot mirësi. Kështu që du me thënë që familja në totalitetin e vet ka pas atë kontributin me minimum i bë ballë edhe sfidave, po dhe gjërave pastaj të kontekstit më të dëgjër, të kushrive, të fëmijëve, qartë, familjes tradicionale. Por sot janë gjithë të lumtur. Ja, sigurisht është një mrekulli. Monsinjor, dëshiroj të pyes, bazute përvoja jote, siç e thatë edhe ju e shpjeguar shumë mirë të kësaj zgjedhjes personale të takimit me Zotin, edhe të një zgjedhje të vërtet të fortë. Sot sigurisht është një sfidë
jo vetëm të flasësh për Zotin, por edhe të zgjedhësh sepse shpeshherë konteksti nuk ndihmon. Bazu tek përvoja juaj personale. Pse një i ri në vitin 2025 ja vlen me zgjall Zotin, ja vlen të jetë siç e thotë ajo me taku Krishtin brenda kishës katolike? Unë mendoj që veçanërisht një njerëz shqiptar akoma më shumë ja vlen me zgjall Zotin, sepse në karakteristikën tonë neve kemi një orientim shumë të qartë. Jezusi na thot në Ungjil, e folëra juaj tjetë po, jo. Dhe në librin e zbulesës thot, sikur ti vallë t'ishe i ftoft o i xetë, por nga që je i vakët, unë po të vjedhi. Thot bashkë tekstualisht shumë zbulesa. Shqiptarët nuk din me qanë të vakët. O janë bardh, o janë zi, o janë nxehtë, o janë ftoft. Dhe këtë totalitet të zgjidhjes unë veçanërisht e shoh në mënyrë admiruese tek figura e Nën Terezës. Nën Tereza në momentin që ka zgjedh Krishtin, ka përjetuar totalitetin e dashurisë dhe nxitjes së dashurisë së Zotit për mbar njerëzimin. Gjëra që në mënyrë totale kaq shumë, sado të mëlejt jenë shenjtët e tjerë, jo gjithmonë shifet. Atëherë them pse shtrit shqiptar ja vlen sot të zgjidhin Zotin? Sepse trit shqiptar ndoshta edhe në përvojat e tyre të kësaj bote, të pasurive, të hedonizmit, të illujve, të materializmit, të vesëve, të krimit. Në krim, shqiptarët janë total, janë tepër të organizuar, janë pa frikë, nuk i pengon rreziku. Çfarë dua të them? Kanë prekur deri në fund përvojën e të keqes. Po ashtu deri në fund përvojën e boshllëkut. Sepse janë aq me zell që kërkojnë një përvojë totale. Por këtu ka munguar një udhërrëfyes i duhur, siç në përvojën konkrete për mua ka qenë Virgjëra Maria, monstratese mater. Zoja më shtëftuar nënë. Pra çfarë dua të them? Që shqiptarët që me të vërtetë duan të bëjnë një përvojë të thellë, duan të jenë me të vërtetë revolucionar në ekzistencën e tyre, duan të jenë edhe në një farë mënyrë promovues të njerësie, vetëm nëpërmjet thirrjes, vetëm duke pranuar zërin e Zotit, mund ta gjejnë lumturinë dhe realizimin e plotë të gëzimit dhe hares në ekzistencën e tyre. Për këtë që mendoj, akoma më shumë ka arsye sot thirrje, sepse akoma më shumë duket kontrasti me të keqen që po e sundon këtë botë. Jeta juaj e shërbimi juaj monsinjor si meshtar, e mrapa dhe si i pezh, përban një aks shumë interesant që kundërthuren Kisha Universale, ju keni jetu, jeni formu në Rom, edhe ku keni pas edhe një afërsi jo vetëm shpirtërore, por dhe fizike me një prej figurave më eminente që ka pas shekulli i kaluar, siç ishte Shën Gjën Paul II, dhe ajo lokale ku keni ardhur si meshtar, keni shërby në Shqipëri, në famullit e Arqidioqezës Tiranë-Durrës, mrapa si vikari i përgjithshëm, mrapa si i pezh NIMS dhe sot si arqipezh. Sigurisht e njihni shumë mirë kontekstin e një realiteti si që është Tiranë-Durrës. Dhe thamë edhe në fillim ku praktikisht është e përqendruar pothuajse gjithçka e asaj që ne e quajmë Shqipëri. Në optikën tuaj si bari i kësaj dioqeze, cila është nevoja më emergjente e këtyre njerëzve që jetojnë në këtë realitet kishtar? Unë mendoj që sfida më e madhe sot për ne, për të njëjtën kohë dhe kërkesa më e thellë përballë njerëzve është zbulimi i vetvetes. Unë perceptoj dhe shoh që njerëzit janë të gjithë në lëvizje, të gjithë të paepur ndoshta dhe të palollshëm, por s'po dinë çfarë kërkojnë. Dhe në fund edhe kur arrin gjërat që mendoshin që do t'i bëshin në një farë mënyrë të realizuar, të plotësuar, ja ku papritur bin në farë mënyrë si do të thosha si lëkur fiku, pa efekt, pa forcë, pa gëzim, pa ëmbëlsinë as fikut që po kërkoshin. E atëherë sepse njerëzit kanë dalur nga realiteti postkomunist, janë zhytur në realitet tërësisht materialist dhe janë gjendur me një boshllëk tërësisht dramatik të brendshëm. Sot kemi shumë tri e treja në kontekstet veçanërisht të qyteteve më metropolite, siç mund të jetë edhe Shkodra në fundit, Vlora, Durrësi, akoma më shumë Tirana,
Tri e treja që ndoshta i shef shumë të denjë, shumë të bukur, shumë të prezantueshëm, ndoshta me shumë gjëra sipas rehatisë së qefit tyne, por janë fatkeqësisht të bjerrur mendërisht dhe shpirtërisht. Sot kemi pak njerëz që i flasin me të vërtetë ndërgjegjes njerëzit, pak njerëz që i bëjnë apel ndërgjegjes, edhe në aspektin ndoshta të prirjeve dhe dëshirave fetare, shpesh herë futen disa përvoja iluzionare të sekteve që japin një përgjigje në një farë mënyrë gati të menjëhershme, por që mbjellin shumë viktima. Për këtë që unë e shoh me shumë gëzim e hareje respektin dhe autoritetin që gëzon Kisha Katolike. E shoh edhe ti, Don Mark, shpeshherë frekuenton, fal Zotit, edhe për misionin që ke ambientet e kontekstit të Tiranës. E shoh që dhe kur ka një event, mund të mblidhen të tjerë dhe përfaqësues të ndryshme fesë. Po pos që prania katolike, është sikur mungon pak një farë mënyre ajo lievito, pra ajo fara tharmit ose ajo drita më e thellë që është trascendente pranisë Krishtit midis nesh. Kështu që me të vërtetë sot njerëzia shqiptare ka nevojë të zbuloj busullën e brendshme dhe kjo është misioni jonë si Kishë Katolike, që është ndërgjegja dhe takimi me Zotin. Kisha Katolike në vendin tonë, për sidomos në Tiranë, ka një gamë të gjanë impenjimesh, fusha në të cilat impenjohen. Sigurisht dy fushat kryesore, të cilat janë gjithmonë subjekti i veprimit, janë fusha e bamirësisë, fusha e të varfërve. Dhe vazhdimisht duke ndëgjuar disa prej predikimeve tuaja, siç ishte ai kësaj Pashkës apo i Krishtinës kalume, ju nuk keni harruar të nënvizoni këtë kujdes që jo vetëm si kish, por si shoqëri duhet kemi për të varfnit edhe për të braktisunit. Do kisha dashur Monsinjor sot një mesazh jo për të varfnit, por për ato që realisht kanë mundësi, jo vetëm materiale, por edhe kohore, edhe njerëzore, që të kujdesin e ta hedhin i sy për të varfnit. Cili është mesazhi i Zotarianit për këto njerëz? Unë mendoj që shumë themelore, siç në takimin e fundit është bërë në Këshillin Ndërfetar, një përgjigje shumë e bukur për sa i përket konceptit çfarë është gjinia mashkull, femër. Kështu mendoj që njeriu sotëm shqiptar do të kuptojë me të vërtetë konceptin real të varfërisë. Pra, të varfrit që na rrethojnë, edhe mesazhi pikërisht nuk është ndaj atyre, në të vërtetë na dëftojnë atë që na mungon neve. Ose më mirë me thënë, dëftojnë atë që i mungon shoqërisë shqiptare. Shoqërisë shqiptare, veçanërisht sferave më të pasura, ju mungon pasuria e shpirtit. Ju mungon ajo që gjithmonë ka karakterizuar popullin ton, që ka qenë sensi i një bujarie, jo vetëm për të dhënë, por dhe për t'u dhënë. Sot unë mendoj shumë të pasur shqiptar, ndonë se janë një grup i reduktuar i shoqërisë, sepse pasuria po shkon gjithmonë më shumë tek pak duar, duhet kuptojnë që, siç kam thënë, një ndër më të pasurë shqiptar para ca javësh, e kam marrë për dorë e kam thënë, dëgjoj, thash, mik i dashur, si transit Gloria Mundi, kalon skena e kësaj bote. Ne jetojmë në një shoqëri ku skena është dominuese, fasadat janë gjëra që na karakterizojnë më shumë, imazhi i makinave, edhe i pasurisë që duhet duket, dëfton boshllëkun ton të brendshëm. Kështu që unë uroj që me të vërtetë ata që ndoshta janë pasur nga xhepi të kuptojnë që kanë nevojë të jenë pasur dhe nga zemra, nga mendja, nga gjestat, nga veprat e bamirësisë, jo vetëm në rastet konkrete ku janë përballë fokusit të një telekamere, por të konceptojnë që janë gjithmonë përballë fokusit të Zotit, i cili, siç e thotë edhe Ungjilli i ditëve që kemi kaluar, të pasurit me Lazarin, do të vini ditë e këta të varfër do të jenë arsye ngushëllimi për ne, nëse me të vërtetë kena ditë me u bë hapësirë në zemrën tonë. Nëse flet me një pjesë të mirë të trive, ose më saktë adoleshenteve që janë në shkollat e mesme, sigurisht përveç një ëndrres për medalë me lanë Shqipërinë fatkeqësisht, është e gëzueshme kur një pjesë të tyre kanë këtë ëndrrën do të shkojmë në Tiranë për me studiu. Domethënë Tirana është qendra si shumë fusha të tjera edhe e botës akademike.
e botës të studentëve, të cilët përpiqen që në këtë qytet në hedhin themelet e të ardhmes dhe të jetës tyne. Nuk kisha dashur sonte, monsinjor, në këtë fillim muaj tetor që është njëkohësisht edhe fillimi i jetës akademike, pas pak ditëve pritet që të nisen zyrtarisht edhe jeta universitare, një mesazh për studentet që do të fillojnë këtë vit të ri akademik, ato që do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës, në auditorët e universiteteve, por të dosha edhe një mesazh edhe për ato mësimdhënës, për ato pedagogë që ju është besu ky mision, do të thoja, i shenjtë i transmetimit të diturisë. Filozofët antik kishin një shprehje shumë simpatike, po domethënëse. Njife vetveten. Ne na takon shpesh herë të njohim profesor akademik intelektual, edhe për misionin që kemi si meshtar, fal Zotit, është shumë e bukur e gërshetuar në kontekstin e jetës tonë. E ti Don Mark bën shpeshherë këtë përvojë, po ashtu dhon. Por këta akademik që din shumë, do të thosha më shumë gati se sa dhe një bibliotek, fatkeqësisht nuk janë marrë kur me vetin. Atëherë, këshilla e parë që do t'ju jepsha studentëve, miqve tanë të dashur, është ajo e aftësisë, jo me dalë vetëm për vetit, por dhe me hyn veti, po me Zotin. E duke njohur vetveten, atëherë do të fillojnë të zbulojnë që me të vërtet hapësia më e madhe që kanë nevojë të eksplorojnë, dhe jeta është eksplorimi më i madh brenda vetvetes, sepse aty banon krijuesi. E kështu edhe formimi atëherë, dhe koncepti, dhe bagazhi intelektual që merret, me këtë busull të bukur merr atë shijen, si thotë ungjilli, të kripës edhe të dritës. Po ashtu, nëse akademikët tanë do të njihshin më shumë edhe mjerimet dhe paftësitë e tyre të brendshme shpirtërore, humane, do të kuptoshin që misioni i tyre i vërtet është që duke pasuruar të rinjt tanë në formimin dhe edukimin e tyre, gjë më e bukur është që ky është thesari i tyre. Sot kemi pak mësues që kanë me të vërtet dishepuj. Sot mësuesdhënia të qenit akademik, të qenit profesor, shpesh herë matet me peshën e legëve. Dhe jo rrallë herë edhe studentët tanë, dhe unë kam njohur shumë, kanë përjetuar presionin që pavarësisht meritave intelektuale dhe formuese të tyre, kanë qenë detyruar me sjell edhe një zarf me veti. Kjo është drama e akademikëve shqiptar, jo të gjithëve, falenderojmë Zotin, por shpesh herë në katedrat dhe selit kryesore të vendit ton ulen njerëz që peshojnë sipas lekut, dhe ta tregojnë boshllekun. Urtia nuk blehet. Është e vërtet, të dashur miq. Besoj kjo shprehje e Imam Zotarianit është më e bukura për ta mbyllur këtë bisedë të shkurtër që kisha me te. Urtia nuk blihet, por transmetohet. Në fakt, gjatë kësaj bisede me monsinjorin u përpoqem që nga jeta e tij personale deri tek ato porositë e tija që thirrja si argjipeshk ja detyron dhe ja imponon që ta shërbej, të banim. Të mundonim të transmetonim pak urti, të ceknim disa plag, e t'jepnim disa mesazhe shpreset për të rit, për të varfrit dhe për gjithë ato që jetojnë në arkidiocezën metropolitane Tiranë-Durrës. Shumë kënaqësi që ishim bashkë, ju përshëndesim gjithëve. Me një porosi, Papa Leoni na ka ftuar gjithë në këtë muaj tetorit me përjetu edhe ne si gjyshet tona ruzaren çdo ditë. Ka një efikasitet të jashtëzakonshëm. Papa John Paul II e quante ruzaren, ruzaria është lutja e paqes. Faleminderit. Monsinjor, faleminderit që ishe. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.